Përshëndetje të gjithëve, miq të dashur të kanalit tim në YouTube. Sot do të zhytemi thellë në një temë magjepse që vjen nga thellësitë e traditës hebreje të lash. Do të flasim për një ritual 2000 vjeçar për të tërhequr para dhe begati duke përdorur kripën. Ky nuk është thjesht një besim i vjetër apo një supersticion pa bazë, por një metodë e sofistikuar që hap dyert e bollëkut duke pastruar energjitë negative dhe duke krijuar një rrjedhë të pafundme të prosperitetit. Imagjinoni sikur kripa, ky element i thjesht nga deti, të jetë çelësi i fshehtë për të transformuar jetën tuaj financiare, duke e bërë atë të lulëzojë si një kopsht i harlisur në pranverë. Ky ritual nuk është magji e zezë apo diçka e errët, është një shkencë shpirtërore bazuar në ligjet e universit, ku kripa vepron si një katalizator për të tërhequr energjinë e bollëkut. Mijëra njerëz e kanë provuar dhe kanë parë mrekulli, nga gjetja e parave të humbura në xhepa të vjetër, deri te promovime të papritura në punë apo trashëgimi të papritura. Por pse funksionon? Sepse universi është si një oqean i madh energjie dhe kripa është anija që na çon drejt ishujve të pasurisë. Ne do të eksplorojmë këtë në detaje, duke ju bërë të ndjeni fuqinë e tij në çdo fjalë. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Tani, le të kalojmë te pika e parë. 1. Pse përdoret kripa? Zbërthimi fantastik i simbolikës dhe fuqisë së saj. Ky element i thjeshtë që ne e marrim për të mirëqenë në tryezën tonë të darkës, por që në traditën hebreje, veçanërisht në Kabala, është një simbol i fuqishëm i ruajtjes, mbrojtjes dhe tërheqjes së bollëkut. Le të zhytemi thellë në këtë, miq. Në Kabala, mistika hebreje që studion sekretet e krijimit dhe universit, kripa nuk është thjesht nacë, është një forcë kozmike. Imagjinoni kripën si një gardian i lash që qëndron në portat e bollëkut duke larguar demonët e varfërisë. Ajo simbolizon ruajtjen, sepse kripa ka qenë përdorur që nga kohët biblike për të ruajtur ushqimin nga prishja, njësoj siç ruan pasurinë tuaj nga shpërdorimi apo humbja e papritur. Por shkojmë më thellë, kripa mbron nga energjitë negative. Në botën shpirtërore, frika, dyshimi dhe ndërgjigjja e varfërisë, ajo mendje që thotë, unë nuk meritoj para, krijon bllokime si mure të padukshëm. Kripa, me strukturën e saj kristalore, vepron si një lazer shpirtëror që shpërthen këto bllokime. Kripa tërheq bollëkun sepse është ngarkuar me energjinë e detit, burimi i jetës në tokë. Deti është simbol i pafundësisë, i rrjedhës së pafundë të energjisë, dhe kripa është esenca e tij e koncentruar. Kur e përdorni në ritual, ajo hap kanalet e bollëkut duke e bërë pasurinë jo vetëm të vijë, por të qëndrojë dhe të shumëfishohet si një pemë që lulëzon në një tokë bjellore. Pa krip, paratë vijnë si një shi i shkurtër, vijnë dhe ikin. Me krip, ato bëhen si një lumë që rrjedh pa pushim. Dhe pse jo krip tavoline? Sepse kripa e detit është e pastër, e papërpunuar, e mbushur me minerale që përfaqësojnë elementet e tokës, duke e bërë ritualin më të fuqishëm. Kjo pikë vetëm na merr disa minuta, por mendoni si do të ndryshojë mendja juaj për kripën pas kësaj, nga një erës e thjeshtë në një alert mistik. Tani, le të kalojmë te pika e dytë, përgatitja. 2. Përgatitja, zbërthimi fantastik i kohës, materialeve dhe mendësisë. Përgatitja është themeli i çdo rituali të suksesshëm, miq. Së pari, koha. Rituali duhet bërë natën, rreth 1 orë para gjumit. Pse nata? Sepse nata është mbretëria e ndërgjegjes, ku ëndrat takohen me realitetin. Imagjinoni natën si një perde e zezë veluri, ku yjet janë porta drejt dimensioneve të bollëkut. Duke e bërë ritualin para gjumit, ju lejoni që energjia e ritualit të depërtojë në ëndrat tuaja, duke krijuar një urë mes botës fizike dhe asaj shpirtërore. Në këtë kohë, mendja juaj është më e hapur, pa zhurmën e ditës, duke e bërë manifestimin më të fortë, si një farë që mbillet në tokë të errët për të lulëzuar në dri. Tani, materialet, kripa e detit, jo ajo tavoline e procesuar. Kripa e detit është si një thesar nga thellësitë e oqeanit, e mbushur me fuqinë e valëve dhe erave. Ajo nuk është thjesht krip, është esenca e jetës, me kristale që reflektojnë dritën e hënës. Portofoli juaj i përditshëm është materiali tjetër kyç,
ai është tempulli i parave tuaja, një enë që mban energjinë financiare. Imagjinoni portofolin si një ark thesari, ku kripa do të jetë gardiani i saj. Pse portofoli i përditshëm? Sepse ai është i lidhur me jetën tuaj reale, çdo herë që e hapni, ju përkujtoni bollëkun. Dhe mendësia, ky është elementi magjik. Duhet të keni një qëllim specifik, shumë e saktë dhe data. Jo, dua më shumë para, por dua 1.000 euro deri të martën për të blerë një makinë të re. Kjo mendësi është si një shigjet e mprejtë që godet shënjestrën e universit. Universi përgjigjet vetëm ndaj qartësisë. Imagjinoni mendjen tuaj si një magnet gjigant që tërheq monedha ari nga qielli, por vetëm nëse e programoni saktë. Pa këtë, rituali është si një anije pa drejtim. Kjo përgatitje ju transformon nga një vëzhgues në një krijues të fatit tuaj. Le të vazhdojmë me hapat e ritualit duke i zbërthyer një nga një në detaje fantastike. 3. Hapat e ritualit, zbërthimi fantastik i secilit hap tani arrim të zemra e ritualit. 7 hapat që do t'ju çojnë në një udhëtim mistik drejt bollëkut. Do t'i zbërthejmë secilin në mënyrë të detajuar, duke ju bërë të ndjeni fuqinë e tyre si një aventurë epike. Pastrimi, filloni duke larë duart dhe liruar stresin e ditës. Ky hap është si një dush shpirtëror, ku i largon pluhurin e mendimeve negative. Imagjinoni duart tuaja si porta drejt bollëkut, duke i pastruar, ju hiqni barierat e frikës. Stresi është si një helm që bllokon rrjedhën, duke e liruar, ju krijoni një hapësirë të pastër për energjinë e re. Merrni frymë thellë, imagjinoni stresin si re të zeza që shpërndahen në erë, duke lënë pas një qiell të pastër plot hyje të pasurisë. Ngarkini i kripës, merrni pak krip deti në dorën e djathtë, mbajeni pranë zemrës dhe vizualizoni qëllimin për 30 sekonda. Ky është momenti magjik. Dorën e djathtë sepse ajo simbolizon dhënien dhe marrjen në kabala. Pranë zemrës sepse zemra është qendra e energjisë jetësore. Vizualizimi është si një film në mendjen tuaj, shihni veten duke numëruar paratë, duke ndier gëzimin. Kripa absorbon këtë energji si një sfungjer kosmik, duke u transformuar në një talisman të fuqishëm. Imagjinoni kristalet e kripës duke ndriçuar me dritë ari, të ngarkuara me dëshirën tuaj. Deklarata, shqiptoni qëllimin 3 herë me zë të lartë, si kam marrë $500 deri të premten për të paguar faturat. 3 herë sepse 3 është numri i krijimit në mistikën hebreje, si 3 patriarkët. Zëri juaj është si një valë sonore që trondit universin, duke e bërë dëshirën reale. Imagjinoni fjalët tuaja si dridhje që udhëtojnë në eter, duke tërhequr monedha nga dimensionet e fshehura. Është vetëm mendim, me zë bëhet ligj. Vendosja në portofol, vendosni kripën dhe opsionalisht një shënim me shumën në ndarjen e parave. Portofoli bëhet një altar portativ, ku kripa është oferta. Imagjinoni ndarjen e parave si një fole ku vezët e bollëkut do të çelin. Shënimi shton fuqinë e shkruar si një kontratë me universin. Vulosja me frymë, fryni mbi portofol 3 herë ngadalë. Fryma është energjia jetësore, fryma e Perëndisë. Ky hap aktivizon kripën duke e bërë atë të gjallë. Imagjinoni frymën tuaj si një erë magjike që zgjon kristalet, duke i bërë ato të vallëzojnë me energji bollëku. Gjatë natës, flini me portofolin në njastër. Kjo lidh në ndërgjegjen me bollëkun. Imagjinoni ëndrat tuaja si një botë ku parat bien si shi, duke u ngulitur në mendjen tuaj. Gjumi është koha kur shpirti udhëton, duke sjellë bollëk nga realmet e lartë. Aktivizimi në mëngjes, prekni portofolin dhe thoni faleminderit për paratë që po vinë sot. Ky është falënderimi që mbyll qarkun. Imagjinoni prekjen si një çelës që hap dyert e ditës duke tërhequr mrekulli reale. 4. Paralajmërimet dhe rregullat. Së fundi, paralajmërimet, mos i tregoni askujt ritualin, sepse skepticizmi është si një helm që bllokon. Imagjinoni sekretin si një mburoj magjike që mbron energjinë tuaj. Dhënia. Dhuroni 10% kur parat vinë. Kjo mban rrjedhën hapur, si një lumë që nuk thahet. Imagjinoni dhënien si far që mbillet për korrje të reja. Mirëmbajtja.
Ndërroni kripën çdo javë, tretni të vjetrën në ujë ose varroseni. Kjo i përtërin energjinë duke e mbajtur ritualin të freskët si një burim i pafund. Ky ritual premton shenja brenda 48 orëve, jini gati për mrekulli. Faleminderit për dëgjimin, abonohuni për më shumë sekrete mistike.